Nxënësit e drejtimit dizenjim mode në shkollën profesionale Shërbime në Korçë çdo javë kryejnë praktikat profesionale pranë bizneseve të ndryshme të qytetit, duke mësuar nga afër të gjitha proceset e punës, si dhe duke u njohur me punën në terren. Kemi ardhur për të realizuar orët e praktikës profesionale në biznes. Praktika është një element i rëndësishëm pasi nxënësit bëjnë lidhjen e njohurive teorike që marrin në shkollë me situata reale në biznes. Nxënësit njihen me proceset konkrete të punës që nga realizimi, dizenjimi, skicimi i produktit deri në produktin përfundimtar që arrin tek klienti. Kjo eksperiencë është mjaft e vlefshme edhe për vetë nxënësit që kanë zgjedhur të ndjekin këtë drejtim. Pjesën e qipjes dhe prerjes e kam pasion, edhe përdorimin e makinës shqipse lineare e restizatorin. Dhe sot kam ardhur të bëj praktikën. Është pjesë e programit, bëjmë dhe teori dhe praktikë. Teorinë e bëjmë në shkollë, praktikën e bëjmë për bizneset të ndryshme. Kam shkuar dhe në bizneset të ndryshme, sot ishte këturave. Pa praktikë nuk mund të bësh asgjë. Në praktikë mëson atë që është e vërtetë, e prek punën nga afër. Kur kam qenë e vogël, më ka pëlqyer shumë që të merrem me modën dhe zgjodha këtë drejtim dhe mendoj që do arri diku. Kjo është një shkollë që të ofron shumë mundësi, edhe praktikat profesionale janë shumë të vlefshme dhe ju bën një thirrje të gjithë të rinjve që ta ndjekin ëndrrën e tyre. Drejtimi dizenjim mode është mjaft i kërkuar nga nxënësit për shkak edhe të mundësive që ofrohen në tregun e punës, por edhe për shkak të marrjes së një profesioni i cili të ofron një zgjidhje për të ardhmen.